Përshëndetje dashur miq, jemi në episodin e radhës të FRB Talks, ku sot jemi me dy studentë të shkëlqyera të Tiranës, me Desada Xhetanin dhe Elidën. Desada është nënkryetare e Forumit të Shqipërisë, kryetare e Grupit Tiranës dhe pjesë e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, ndërsa Elida është koordinatore e Universitetit Mjekësisë, si dhe sekretare organizative e Grupit të Shqipërisë. Mirë se na erdhët vajza. Mirë se u gjetëm dhe urime. CV më të gjatë nuk i kishim më lexuar në të ftuari. Atëherë ne sot kemi zgjedhur të flasim për problematikat në arsimim, ku Desada mund na flasësh shumë e lirshme dhe ti e ke tamam kapacitetin për të folur për këtë gjëra, si dhe për kartën e studentit, se sa e Premtim apo mashtrim? Po, është një premtim apo mashtrim. Dhe mund t'ja nisim, domethënë. Mund të prezantoni mund të bëni një prezantim të vogël vetes fillim. Mund të prezantoni dhe veten. Po, prezantimi i gjithë atyre mini arritjeve të vogla. Sa keni që angazhoheni? Unë ka 4 vite që angazhohem në Forumin e Nord të Partisë Demokratike, kam nisur si një antare thjesht, që shkonte në çdo takim, në çdo organizim, në çdo mbledhje, ishte ajo vajza që kisha dëshirë isha dhe mos mungoja me ato shënimet, se më dukej sikur për çdo mbledhje mësoja. Ke patur një blog ti Desada dhe një serial dhe vjen. Shënonte data, vendi, sa pjesëmarrës kishte, gjinia aty që ishin. Më fal që ndërpres, mbaj mend që nuk e di më kë kam qenë, po ishte një nga herët e para që të shifja edhe i them diku që kisha afër. Po kjo që shkruar? Më duke i vetja shumë out. Por mbaj shënim sepse mendoja që një ditë do më duheshin dhe ka rezultuar që po, gjitha ato shënime që kam mbajtur, gjitha ato fjali të më interesante që kishin një përmbajtje që unë mendoj që një ditë do më duheshin në fjalimet e mia ose në daljet e mia publike dhe ka rezultuar që më janë nevojitur si informacione. Ti gjithashtu ke mbaruar edhe universitetin për gjurë dhe rësi, kështu që është një arsye. Por edhe një fiksim të pjesa e shënimeve për të mbajtur çdo gjë sepse do të kthehem pas në kohë dhe do ta kuptoj se ku kam qenë në datat e caktuara në vendet të caktuara. Angazhimi im ka nisur para 4 vitesh, antare thjesht, pastaj gjithçka erdhi duke rritur shkallë pas shkalle, fillim vetëm shkoja, isha një antar shumë thjesht, pastaj mu shpërblye puna dhe kjo është gjëja që jam shumë Tu vlerësua. Po, mu vlerësua dhe mu shpërblye. Desada është shembull i gjallë që në forum zotron meritokracia dhe po punove mjaftueshëm do ja dalësh. Po, dhe kjo është arsyeja sepse jam akoma në forum, sepse unë asnjëherë nuk do rri në një vend që nuk respektohem dhe nuk ka meritokraci dhe për sa kohë që unë vazhdoj pas 4 vitesh të punoj me të njëjtën energji dhe me të njëjtën forcë si nga fillimi, po punoj për këtë arsye dhe po qëndroj për këtë arsye sepse më është dhënë ajo çfarë unë kam dhënë pas dhe sigurisht më është shpërblyer dhe më është dhënë vetëm merita. Dhe ku ka meritokraci, është dhe Desada Xhetani. Edhe unë fakta kam të thënë, po e them prapë që ta dëgjojnë dhe të tjerë në kamera që je nga të vetmit ata persona që je shembull edhe ke punuar shumë që je shpërblyer. Kështu që jemi krenar për ty. A kthejmë pak te Elida? Mos ndihet. Përshëndetje, unë jam Elida, jam studente e vitit të parë në Universitetin e Mjekësisë. Ju falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi të jem këtu me ju dhe të bisedoj për problemet e studentëve, pasi janë të shumta siç ne vetë dim. Unë jam koordinatore për mjekësinë dhe sekretare organizative e Grupit Tiranës. Grupit Tiranës, unë të prezantova si Grup Shqipërisë. Si ka qenë angazhimi? Sidomos edhe mjekësia ka patur një protest vitin e kaluar, mos gaboj? Po. Dhe ka pasur një ligj goxha jo të drejtë, i cili nuk e dia çfarë po ndodh me atë ligj. Unë kam vllajën vetë për mjekësi dhe më duket se nga 2 vite punë detyruar do t'i bëj. Po, siç thash, është viti im i parë në universitetit dhe viti im i parë që angazhohem në GRUD dhe në FRBD. Atëherë ligji i mjekësisë pra është që ne duhet të qëndrojmë dhe të punojmë këtu me detyrim dhe nuk mund të largohemi jashtë vendit. Nuk të jepet diploma, pra kjo është Pra duhet të arsimohesh 5 vite dhe mbasaj 6? 6 të bësh 2 vite po varet se ato nga vjetërsia që ke në shkollë. Ai që është viti 6, më duket ka vetëm 1 vit me detyrim. Ai që është viti 5 ka 2. Një gjë e tillë mos gaboj, sepse nuk do jepnin të njëjtën kohë vjeçare për punë detyruar si një vit i parë dhe si një vit i 6. Ideja është që ky projekt ligj ka shkuar edhe në gjykatë kushtetuese. Ka qenë projekt ligji i parë që është dërguar në gjykatën kushtetuese nga individët, cilët ishin studentët.
Dhe gjykata kushtetues e ka hedhur poshtë. Më duket dhe këta kanë gjetur një mekanizëm për ta mbajtur prapë. Po nuk besoj se mekanizëm i gabuar për t'i mbajtur studentët tu. Nuk mund t'i mbajsh shpejt me diplomë, sepse ata kanë investuar. Kanë investuar 5 vite, 6 vite, kanë hedhur lek, kanë paguar tarifën, kanë paguar për libra që janë shumë të shtrejta dhe për gjithë këta 5 vite shkollim, prindrit e tyre kanë sakrifikuar dhe pastaj ti del me një ligj, del me një VKM që thua shiko se ti duhet të rish këtu, nuk ikën dot jashtë. po përveç se me ligj, me çfarë ju mbajnë peng juve student? Kush janë problemet që ju si student në Universitetin e Tiranës, edhe Klea këtu, unë jam akoma i vogël, ju mbajnë peng për të mos ecur përpara dhe për të mos arritur maksimumin e kapacitetit tuaj. Po tani një nga problematikat më të shumta që hasim është se unë mbaroj 3 vite bachelor, 2 vite master, praktika, specializime gjitha. Çfarë do bëjmë pas këtyre 5 viteve? Nuk kam siguri që unë do punoj. Kjo është pra e gjithë. Po, fal, call center a ka? Ta shketi. Sigurisht, po ka plot. A ka po? S'ka profesionist. Nuk është, shiko, të investosh 5 vite në një shkollim, me gjithë mundin e këtyre viteve dhe të shpërblehet me një vend pune, jo në profesion, sinqerisht është e dhimbshme. Ndonjëherë i parajgjykoja të rinj bashkëmoshtarët e mi të cilët vendosën të largoheshin, sepse unë jam ajo që them gjithmonë dua të qëndroj në Shqipëri, do kontribuoj në Shqipëri dhe do ta bëj Shqipërinë dhe uroj shumë që ta bëj me vullnetin që kam, mendoj që do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Shqipërinë madhështore. Si gjithë Europa. Numrin 1. Por mundësit tu janë të mbyllura. Dhe për sa kohë që këto mundësit janë të mbyllura, nuk ju them dot që rrini këtu qëndroni. Unë të gjithë miq, të gjithë familjarët e mi i kam jashtë. Dhe nga gjithë fisi im janë vetëm unë këtu. Dhe kur flas, unë i pyes, kur do ktheheni? Do vini? Pse të kthehemi? ato do pyesin kur do vish ti këthe. Dhe ato më kanë thënë që shiko, mos dil më në publikisht të thuash që nuk të largon nga Shqipëria, Se nuk i dihet kur. që ti do kthehesh, sepse arsimimi nuk është. Jam bërë me fëmijë që po shkollojnë jashtë dhe thonë ne nuk kemi siguri të sillim në Shqipëri. Pse? Sepse del fëmia te dera shkollës dhe pastaj marrin në telefon që fëmia është vrarë. Ti e dërgon fëmijën që do për mësim dhe merr fëmijën pastaj të vdekur. Ti e dërgon fëmijën në spital për t'i bërë shërbimet e duart që një spital duhet ketë dhe pastaj janë kushte skandaloze dhe nuk bën shërbime. Ne dim rastet onkologjike dhe gjithë vjedhjet dhe gjithë gjërat që janë bërë. Prandaj siguria këtu është zero, siguri, arsim dhe shëndetësi që janë 3 elementet kryesore që duhet ketë një shoqëri, na edhe këto 3 nuk i kemi. Pastaj si mund të kërkojmë ne që të jetojmë këtu? Se nuk ka njeri që do të largohet nga Shqipëria. Unë jam e bindur. Nuk ka prind që do t'i thotë fëmijës që largohu. Pra ka rritur puna aq keq sa që prindrit i thonë fëmijëve shko bi se këtu nuk është Shqipëria për ty. Nuk ka prind që ja thotë me zemër të hapur këtë gjë. Është me zemër të vrarë thjesht ja thotë se do ta ketë fëmijën të sigurt. Dhe në vend që ta ketë të sigurt në shtëpinë e tij, ai mendon që ka të sigurt në një vend tjetër. Dhe vetëm. Edhe vetëm. Kjo është e çlitë. E kjo është një ndër arsyet pse se ne njohim edhe personalisht ministrat, njerëzit më të pasur dhe më pushtet në Shqipëri kanë... Personalisht nuk i njohim, po... Jo, personalisht jo, thjesht e njohim si raste që fëmijët e tyre janë jashtëti dhe po arsimohen jashtë. Të gjithë shumica. Dhe nëse ka patur raste që i kanë pyetur disa nga këto persona dhe kanë thënë që ne kemi çuar jashtë fëmijët për të studiuar sepse këtu nuk ka arsimim. Okej, a di që është më havishme se tani po më vjen të ndërmend. Këta thonë që po ndërtojmë shkolla ndërkohë që të rinj të largohen. Pra këta gjetën të ndërtonin këto shkolla dhe pse shumica janë gënjeshtra, janë fasade, nuk i kanë ndërtuar kaq. Ora, hajde se ndoshta dhe i kanë ndërtuar, po çfarë cilësia e ndërtimit, sa është kosto e ndërtimit. Ne dim se sa janë të rinj që kanë ikur. Domethënë është ndërtuar gjimnazi Partizani, që është një nga gjimnazet më historike të Shqipërisë, Tiranës, kanë bërë palestrën pa aspirim. Ju duket për të qeshur, por në një gjimnaz do futen 3 klasa në palestër. Jo një do rri jashtë, se 4. Ku do rrin 90 veta pa aspirim. Domethënë kanë kursyer dhe po ta shikosh, po ti ikësh tani kanë çarçi murin të njëjtë. Dhe kur flasim për në Tiranë, imagjino ç'bëhet jashtë Tiranës. Jo, realisht infrastruktura është gjëja që shqetëson më shumë, sidomos tek Universiteti i Mjekësisë. Po. Kanë akoma të njëjtat klasa ku prindrit e mi kanë bërë mësim. Është e vërtetë, domethënë studentët e farmacisë nuk kanë fare një godinë të tyre për zhvillim mësimin tek godinat e mjekësisë, pra tek studentëve të mjekësisë.
dhe është realisht shumë keq. Pastaj kemi edhe pjesën e laboratoreve ku nuk kemi laboratore ku ne zhvillojmë Laboratore ka, po nuk ka profesionist. po, por që nuk kemi pajisjen për të zhvilluar këto. Dhe nëse ne zhvillojmë mësimin vetëm në mënyrë teorike dhe jo Pak me praktikë. mjekësia është praktik mbi të gjitha. Po. Kam një pyetje, domethënë se unë njoh një studenta që janë në Universitetin e Mjekësisë, ka raste që disa ditë në javë bëni te shkolla juaj, te godina juaj, dhe disa ditë në javë lëvizni te një godinë tjetër që është te materniteti te trene. Te salla e maternitetit të vjetër, po është e vërtet. Disa orë mësimi i bëjmë tek FSHN-ja, disa te godina e kuqe dhe disa tek salla e maternitetit. Dhe pse ndodh kjo lëvizje? Sepse është shumë e lodhshme dhe patjetër është shumë e lodhshme dhe ka raste kur nuk i kapim orët e mësimit pasi janë oraret shumë të ngjeshura dhe është distanca, por që nuk kemi pra godina dhe nuk kemi salën ku zhvillojmë mësimin. Po, përveç se nuk keni godina dhe jo vetëm mjekësia, po gjithë universitetet e Tiranës. Ora mirë godinën kur do bëni mësim, po në Tiranë nuk do futen vetëm tiranësit në universitet, do vinë dhe njerëz nga rrethet. Këta njerëz që vinë nga rrethet, a kanë ku të rrinë me shtëpi? Jo. A kanë ku strehon? Të Zotit. Kur është ditë me diell, do rrim jashtë. Kur është ditë me shi do strehemi për te shakas. Sa i përket konvikteve. Konviktet janë kushte skandaloze. Përveç se janë kushte skandaloze, ka dhe diçka tjetër që nuk merren me meritokraci. Pra, që të marrësh një dhëmë në konvikt, ti duhet të kesh një mik. ashtu? Po. E vërtet. Sepse nuk ka dhoma, nuk ka kapacitet për të gjithë. Pra, dikur tani i burgosur i Erjon Veliaj, shprehej se kur ishte jashtë, se tani nuk ka më të drejtë fjalë. Tani e shpreh mbështetësi, Lalieri o Flori, po të presim në bashki. Dhe i shpreh që ne kemi ndërtuar konvikte, janë kushte shumë të mira, ka kapacitet për studentët, ndërkohë që nuk ka Godina 19 nuk ekziston akoma. Jo, nuk ekziston, është e vërtetë. Për edhe për shikuesit, është nderuar ka 6 vite, godina 19 e konvikteve dhe akoma nuk ka asgjë, fondet kalojnë, parat lëvrohen, ndërtesë nuk ka. Ndërtesë nuk ka. Edhe pastaj nuk është se ka një kriter që këta student kush do t'i përfitojë dhomat e konvikteve. Ne kemi parë edhe video rëndom që hidhen çelësat e dhomave në një mënyrë. Ato kanë qenë video të vërteta apo për meme? Patjetër që kanë qenë video të vërteta, një pjesë. Për mua më janë dukur të inskenuara. Jo, duken të inskenuar sepse janë shkaq tragjike si gjë ta mendosh se si hidhen dhe si frendan çelësat e dhomat të konvikteve, por është diçka e vërtetë. Është normale, Është diçka e jetuar. Pastaj, mirë këta që nuk kanë vend për konvikte, po shtëpit, banesat në qira. Domethënë nuk ka studentët janë shumë të rrallë që mund marrin banesë me qira në qendër sa afër fakulteteve të tyre, sepse qirat janë shumë të shtrenjta dhe janë të papërballueshme, aq më tepër që nuk ka edhe një ndihmës për këta studentë. Dhe studentët detyrohen të largohen në periferi të Tiranës në mënyrë që qiraja të jetë pak më lirë, por kjo pastaj si problematika në pjesën për të shkuar dhe për të kapur orët e leksionit dhe orët e seminarit. Sepse të shkosh në periferinë të Tiranës, ne dimë se si bëhet trafiku këtu në mëngjes. Po transport që publik. është një rrëmuj. Zërës nuk ekziston. Transporti publik. Ju vetë nuk jetoni në konvikt? Jo, unë jetoj në konvikt, janë tek konviktet e mjekësisë, pra që janë tek QSUT-ja, jo tek të qytet studentit. Disa prej tyre, pra 2 godina janë të rinovuara, por përsëri Ato që kanë moralin e mesit. Mesit, po. 2 prej tyre janë të rinovuara aty ku jam dhe unë, por gjithsesi ka akoma probleme që të bëjnë të shqetësohesh, pasi aty nuk ka ngrohje. Domethënë në ditët më të ftohta të dimrit ne nuk kemi ngrohje aty, nuk ndërkohë që as nuk lejohet që ne të marrim ndonjë ngrohje elektrike. Nuk lejohet. Thjesht është ligj i shkruar, nuk lejohet. Çfarë është kjo? Ligji i shkruar. Ligji i shkruar në fletë. E keni me vërtet? Po është. Po si ja bëni ndihmën? Me Jorgan. Mbulon me Jorgan. Mbulon me Kjo, Jorgan. më fal, kjo më kujton vitin tim të parë në Ismail. Bëhej shumë ftohtë, ne kishim mësimin mbasdite dhe ne merrnim batanie sepse ne jo se nuk na lejonte njëri për ngrofse, po ta fuse në prizë bind automatik shkollës. Dhe ne bënim 3-4 banka bashk, hapnim një batanie dhe vazhdonim qytetari, letërsisht ta po kishim. edhe në kohën e xhaxhit në ver kur kanë qenë në gjimnaz prindrit tan kishin atë sobën e Sobën me drunj. Po. Është edhe pjesa pastaj e ujit. Shumicën e kohës, kemi ujë të Po e vërtet si ja bëni për t'u larë, se e di që është më orar. Atëherë të jemi të sinqert, kur na duhet të dalim dhe s'kemi ujë, do ngrojmë ujë, se nuk kemi çfarë të bëjmë, se te pa larë nuk mund dalim. Këto dashurmi që janë konviktet e Erjon Veliaj dhe Edi Ramës për studentët e Tiranës. Edhe Pa imagjinueshme të ngrofësh ujë akoma në godina të reja. Po.
Le të flasim për një temë tjetër, ajo u promovua si një revolucion për studentat, ajo është karta e studentit. Të dështimi, një nga dështimet më të Prem, mëdha. karta e studentit, premtim apo mashtrim. Si Arjan Çani tani ta bëj. Mashtrim. Do ta themi shumë herë që është mashtrim. Po pse është Sa mashtrim? e vlefshme është ajo në të vërtetë. Unë personalisht nuk e kam dhe kam bërë shumë gabim që nuk e kam, sa e kam parë që çdo student e ka. Jo. Po nuk e di a më vlen në portofol. Jo, unë e kam në portofol. Okej. Do të them të drejtën e kam. Na e trego ku e ke. Do ta marr portofolin. Unë e kam nuk është ajo. Ska që se e kam dhe unë. Okej. Unë e kam kartën e studentit, por sinqerisht deri tani dhe kjo jo për ta bërë shumë skandaloze, por me të vërtetë nuk më ka shërbyer për asgjë. Karta e Mbuloje studentit. foton? Mbuloje foton, është me fytyrë dhe me... Jo se. Ore, pra kjo, po flasim për këtë dashurish. Kjo Kjo është kartë e karta studentit studentit. Hajde ta shikoj çik. shërben vetëm për të marrë abone falas. Dhe ajo çfarë është e bukur është se dhe as nuk kuptohet se pse që ne në momentin që do marrim shërbimin transportin publik, Okej. është falas me kartë studenti, Po. por ne me këtë kartë studenti duhet të shkojmë në çdo pikë dhe të marrim një abone. Dhe në autobus, nëse ne nuk kemi kartën e studentit, aboneja na del e pavlefshme. Fal, po kjo. Tani, Në fakt ne këtë gjë e kemi bërë diskutim në Tani universitetin kush është ton. logjika, Po. sepse për sa kohë që me Ke kartën kartën e e studentit, studentit, unë marr po. abone fal, marr transport Transport. publik falas, pse unë duhet shkoj që të marr Abone dhe të abone? presësh radhë. Edhe të pres, ose kur Po. unë kam abonen që unë e kam marr Po. falas me kartë studenti, pse duhet ma kërkosh Kartën e atë studentit, abonen e paguan? Jo, Jo, është aboneja falas. është falas. Okej. Tjetër thënë logjika është që për sa kohë që unë me Po. kartë studenti e kam marr abonen falas, pse unë duhet të E kem në vërtet. transportin publik edhe abonen edhe kartën e studentit, sepse nëse nuk është, faturin ose të kërkon lek, ose pastaj fillojnë këto sherrë dhe gjëra dhe Fal, po kjo patjetër. European student, çfarë është? A jeni një Je, student më duket europian? ishte viti kur u bë Ishte Tirana ajo- Jo, më qyteti fal, po evropian. çfarë do të thonë European student? A gëzoni ju të drejtat barabarta me student europian? Asnjë të drejtë. Të gjitha. E japim kartën se do na akuzojnë tash. Ne nuk jemi as në standardet e miqve tanë në Kosovë. Unë kam shumë kolegë nga Kosova që janë student aty dhe sinqerisht ku flasim për standardet aty në arsim, për përkrahjen që ju japin studentëve janë shumë herë më mirë, shumë herë më lart se sa studentët në Shqipëri. Pra ne thjesht po bëj krahasim me miqtë tanë në fqinjet tanë në Kosovë. Le pastaj për Europë që jemi shumë lart. Ne nuk kemi asnjë lloj përkrahje. Ne nuk kemi të sigurt për shkollën që po bëjmë. Ne nuk kemi asnjë lloj ndihme dhe praktikat dhe internshipet tani kanë bërë me mik. Hajde rrof që janë patronazhistë dhe po bëjnë praktikat dhe internshipet. Dhe kjo nuk është thjesht për të thënë qytetarëve dhe për të bërë duke sikur po bëjmë ne jemi mbledhur 4 të rinj të një partie politike dhe po bëjmë propagandë për këto gjëra. Këto janë gjëra të vërteta, këto janë gjëra që unë jetoj për ditë. Unë kam miqtë e mi të cilët po e marr po nis edhe nga vetja dhe miqtë e mi të cilët janë angazhuar në Partinë Demokratike. Nuk e kanë gëzuar të drejtën për të bërë praktikat dhe internshipet në administratën publike kur hap thirrja. Ky që ishte angazhuar me Partinë Demokratike dhe ky që E po, e kishte 10 pa yllin e Partisë Socialiste. Dhe tjetër që kishte 10 yllin e Partisë Socialiste u mor në praktikë dhe internship. Tani si njëri ishte nënës tjetri njerë, si bëhet kjo ndarje? Njëri nënës tjetri lopës. Vajza, në rast se do ishit të dyja për një ditë ministra e arsimit, çfarë do ishte gjëja e parë që do të bëni? Janë shumë gjëra. Firma e Nuk parë. të them dot një gjë të parë. Para duhet unë mendoj që duhet rregulluar komplet programi kurrikulat, po. Domethënë duhet rregulluar patjetër pjesa kurrikulave arsimore, sepse shumë kurrikula janë thjesht një dështim. Sinqerisht është një dështim për duke filluar nga klasa e parë deri duke ardhur në universitet. Duhet bërë patjetër një rregullim. Do pasuroja bibliotekat me libra, nuk kemi libra në bibliotekë. Është e tmeshme, nuk kemi literatura. Domethënë nuk e di ti je student dhe mos kesh ku të marrësh literaturat, sepse jemi 140 studentë të gjuletërsisë, po flas vetëm për një vit, tani ka rënë numri sigurisht, tani viti i parë diku te 8 vjet, sepse kanë ikur janë larguar se i mashtroi ministra edhe për degën prioritare, por nuk e mbajti si premtim. Tha do të përfitoni 400.000 lekë bursë një pak për ata që do ndjekin degët prioritare dhe pastaj thjesht studentët u regjistruan, i mashtroi dhe studentët një pjesë e mirë u regjistruan, sepse vetëm e filluan nga ajo paga 400.000 lekë, edhe pastaj ikën edhe disa ikën jashtë, disa filluan private, të gjitha këto. Por që do të them janë shumë, të mos kesh libra të flasësh në 2025, mos kesh libra ku të mësosh, ku të studiosh, domethënë është
nuk di çfarë. Një Lida. problem Ta lëm dhe Elidën. Okej, atëherë unë do merresha realisht në pjesën e infrastrukturës, sepse siç thash duke u nisur nga vetja është gjë shumë shqetësuese. vetëm Mic infrastrukturë. drop. Po. Po më ishte Kanë shumë të thënë. Po. E po se Desado si thua për një edhe Kanë shumë të kalkuluar, ideja është këtu, domethënë çdo gjë që këto po bëjnë tani, un kam përshtypjen, unë nuk di nëse këta po bëjnë diçka të mirë që unë do ta mbaja kështu siç po e bëj. Kjo është. Shqipërinë 2030 u Desado. Disa da O duhet perëndim, se ke marrë vesh akoma. Duhet të drejtoja një pyetje, sepse këtë kohë unë kam patur sezon provimesh edhe më duhet një vend për të studiuar. E pash që në vitin e dytë unë nuk po studioja dot më në shtëpi. Pra nuk e kisha përqendrimin që unë doja, pas Kupton isha se edhe Big Brother angazhuar. një dhomë, Po, vllai vogël në dhomën tjetër. a ka ndonjë vend që ne si studenta, sepse u hap një bibliotek, u hap te sheshi Skënderbej. Ajo biblioteka që e hapur, po është hapur për të qenë funksionale për të lexuar libra. Tani Me sa di Do unë. japun përgjigjen. Keni liçenin? Gjeni në IP më të. Jo, ishte shumë shqetësuese për mua sepse nuk e kisha nuk po gjeja dhe jam munduar të ulem të studioj në lokal. Po nuk ka lokale në Tiranë për, domethënë Ku që ka të lexosh më mirë se anës një pemë. studiojmë nga halli në lokale, kemi sepse ndodh shpesh herë që kemi mësim nga ora 8 në orën 12, 12 me 2 mund ta kemi pushim, pastaj fillojmë 2 me 4. Dhe këtë dy orashin mirë që ta shfrytëzosh. Është çdo fakultet ka mini bibliotekat e çdo fakulteti. Mirë po, për kapacitetin e studentëve që janë sigurisht që nuk janë të mjaftueshme dhe nuk janë për kaq student sa ka, domethënë nuk është e papërballueshme. Ambiente të tjera jashtë brenda Tiranës, por jashtë fakultetit, përveç shkafeve që studentët shkojnë dhe ju duken ndonjëherë komode, ndonjëherë nga halli, jo ndonjëherë, por shpesh nga halli, se shpesh nga halli se nuk unë personalisht nuk studioj dot me muzikë të Po çdo lokale ka muzikë. Thjesht janë disa lokale mundohemi ti përgjedhim disa lokale që kanë më pak muzikë dhe që na duken më komode për të mësuar. Por ambiente për ne studentët që të mësojmë të studiojmë nuk ka. është shumë e Madje edhe tmerrshme. biblioteka kombëtare, që kjo mua më dhem në shpirt. Biblioteka kombëtare që mua më dashur shpesh herë literatura për të bërë detyrat, punimet, detyrat e kursit dhe fjalia nga pedagogët ka qenë shko te biblioteka kombëtare të marrësh literatura. Dhe te biblioteka kombëtare unë jam përballur me diçka që unë mund ta marr literaturën, ta shikoj aty, ta studioj aty për një orë, që nuk e di se çfarë mund të marr për një orë dhe nuk më lejohet që unë ta marr atë librin, ta studioj një javë, 2 javë, siç bëhet me kartë, hap kartën tënde dhe shkon me libra i dërgon dhe nuk është E po lejuar. na i lësh neve atë do ta shikosh për një javë do hapet dyqan gjithë me bibliotekën, libra. Edhe biblioteka aty, biblioteka kombëtare si një infrastrukturë dhe nuk na lejon të përdorim. Për çfarë? Nuk është biblioteka për studentë, për këtë duhet të jetë tjetër nëse nuk është për mua si Për student. plesht. Kanë të drejtë ata. Dhe plesh nuk i lejnë. Janë seriozisht shumë probleme që për te shakave dhe kur i dëgjojmë dhe të gjitha këto të vjen keq për gjendjen ku jemi në Shqipëri dhe as siç e tha dhe Sala në fillim asnjëri nuk do të ikë nga Shqipëria, por këto janë arsyet pse dhe unë si gjimnazist maturant po shikoj me opsionet që kam jashtë, sepse tek e fundit i them vetes 3 vite janë. Bëj si të bësh, mbaro bachelorin që të mundesh të kthehesh edhe t'i ofrosh diçka më shumë shtetit tënd, sepse cilësia e mësimit mos flasim se nuk e hapën fare teme pedagogëve që zvinë në leksion. Një episod të radhë. Duhet të bëjmë arsyen sepse pedagogët janë një figurë e vlerësuar. Dhe unë mendoj shiko lart. Të jesh pedagog sot, të jesh shiko, jo të gjithë. Nuk duhet të themi për të gjithë, por Jo të të jesh gjithë. pedagog sot është shumë e vështirë. Elida, bëni mësim ju mjeksi. Atëherë për sa i përket Ore, bëni apo s'bëni mësim? bëjmë. Okej, të rishëm. Shiko pse flet me universitetet ti vlla. Të mjekësisë flasë kanë vllajën në shtëpi Je në dhe nuk bën mësim. Lart, jo gjithmonë. Po s'vjen pedagogu. Raste. Unë po them që nuk duhet t'i bëjmë bashkë të gjithë. Ka pedagog. Do flasim një episod tjetër për Edhe do kemi të ftuar do ta quajmë part 2-shi. Por këtu është shumë e dhimbshme edhe ta pranojmë në këtë tavolinë që jemi 4 të rinj, të cilët fare mirë mund të bëjmë shumë gjëra për këtë vend, jemi shumë energjik, aktiv të gjithë dhe unë, jo juve, se juve keni zgjedhur për ta vazhduar këtu, po studioj opsionet për jashtë, sepse nuk problematika sa tam ne këtu dhe nuk kam besim te sistemi. Nuk kam besim te sistemi. Dhe më duket sikur do futem në shkollë të lartë edhe do dal siç u futa.
Mua kështu më duket, Ke të sikur drejtë. kjo diplomë thjesht ta vendosim në një kornizë dhe ta mbajmë aty, t'ja dërgojmë mamit dhe babit. Në call center do punoj. E, Por e dini gjuhë tuaj në italisht, paktën Fillojmë- fillojmë ta mësojmë më burrë. Ka gjuhën shqipe, Do na- vlerëson gjuhën Po shqipe. nuk punon call center atë në shqip. Shiko edhe nuk Hajtë, se kam marrë, herë punojmë. thjesht për batut, po Po. sinqerisht të punosh nuk kam asgjë me Ne ata që qeshim punojnë. gazori, me Unë thënë nuk të kam asgjë me drejtën. ata Po. që punojnë. Qeshim call Gjore dhe center. ne Sa kemi ata asgjë punojnë- përveç respektit. Përveç respektit, eksakt, sepse ata po punojnë për të shkolluar, sepse shumica e studentëve sot punojnë dhe pastaj mbarojnë studimet, shkojnë, paguajnë tarifën, jetojnë me këto lekë që po. Është shumë e vërtet kjo, halli është të mbarosh një shkollë dhe të jesh, do të thënë, me të gjitha dhjeta, të dalësh i diplomuar dhe të punosh në një profesion që nuk ta le verdis, se nuk paguan dot as qiranë në shtëpisë, por kjo është hall. Dhe Kjo neve është. për këtë qeshim se edhe Alida nuk qajmë dot. Nuk Kjo është e keqe e sistemit ndërtuar këtu, sepse të gjithë shpresojnë për të futur një punë në shtet. Domethënë, më sa kam parë unë nga bisedat, fokusi kryesor i studentëve është një punë në shtet. Dhe bëjnë maksimumin dhe prandaj dhe shumë studentë kanë ndruar krah, janë antarësuar dhe në Partinë Socialiste prej asaj pune që i ofron. Dhe një anë tjetër dhe një problem që unë e shoh shumë si pak më i vogël se ju, pse as Ministria e Arsimit, po as se ka dhe një ministri supermarrje dhe biznesi, po pse nuk i japim ne fokus më shumë sektorit privat? Do me thënë, sektori privat në Shqipëri mund të ishte një nga sektorët më të vlefshëm, Zhvilluar. më të zhvilluar për çdo gjë, por nuk është. Të gjithë edhe muhabetet që bëj unë shpresojnë të kapin atë punën në shtet sepse puna në zyrë të jep sigurinë. Ja, Është siguria. Do dilja këtu. Patjetër. Te privati, në momentin që të paguan, të kërkon llogari për punën që bën. Ndërsa në shtet ne dim shumë se si është mbush administrata. Tani të flasim realitetin. Kjo gjëna dhe është turp dhe me shkollë, me të pa dhe shkollë, unë nuk e kuptoj, dhe nuk e kuptoj si shteti do mbahet vetëm nga njerëzit e administratës. Mua më duket Si utopike. s'është mbajtur të 10 vite. Ato i duhen, po. 11 maj, lajher duhen patronazhist. Ore, Lajher duhen punonjës. e harrojmë 11 majin, ata 200.000 e kanë. E sa do e fryn më? Po do frynë hajt sa Po e të kuptoj. jenë gjithmonë këtu lart. Po do vi një moment që shteti nuk do prodhoj më pastaj. Pastaj çfarë do Ne bëjmë? këtë po mundohemi të bërtasim. Prandaj se është bërë administrata në këtë lloj gjendje, jemi këtu ku jemi. Po, ne Se këtë do po kishim mundohemi të ndryshuar dhe do ishte bërtasim. bërë pastaj Shqipëria që duam. Shqipëria madhështore, ja. Atëherë të dashur miq, mendoj se bëri shumë të qartë Desada dhe Elida që studentët kanë shumë arsye të ngrenë zërin dhe kanë shumë problematika që i bëjnë të largohen nga Shqipëria. Kështu që le ta mbyllim episodin ton me kaq. Dhe do shihemi në një episod tjetër, patjetër me vajza. Po. Dhe shumë faleminderit që u bët pjesë në Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. e mbyllim.